që të mund ta interpretante. Por situata e sotme do nuk është vendi që mendohet se është jo kushtetues. Jo, në rast se po mendoj ta zgjidhte situatën, përderisa lëvizja vetëvendosje ka kandidatë dhe propozon. Atëherë duhet që lëvizja vetëvendosje mund të mbetet me kandidat që e propozon se si ka vota deri sipas interpretimit të 2014-s, kur kemi zgjatur të 6 muaj në përpjekje për konstituim të kuvendit, nuk ka një afat. Për shkak se ai afati ku thuhet që brenda 30 ditëve duhet të mbledhet kuvendi, është interpretuar për gjykatës që është vetëm për të nisur seanca dhe jo që të përfundoj brenda asaj periudhe. Por edhe situata sot më është, mendoj që pasojë një interpretimi që edhe atëherë ka qenë i gabuar i gjykatës kushtetuese, kur ka kufizuar të drejtën e propozimit tek subjekti i cili ka dalë i pari në zgjedhje, dhe jo si shkruan në kushtetut tek grupi më i madh parlamentar. Për shkak se grupet parlamentare një koncept krejt tjetër prej subjekte politike dhe ato riformulohen në kuvend në varësi të numrave që i kanë. Dhe nëse do të ishte një situatë e tillë, atëherë rigrupimet do të mund të ndodhin dhe ajo që ka shumicën do të mund të propozonte. Por edhe atëherë edhe opozita nuk e kanë fashizmin. Nuk e dim, po të paktën do të provojnë. E dina në qendrim të DK-s, nuk me hime ata. Nuk është provu. E kena një akt që është e vogël. Deri tash në këtë interpretim është e kufizuar dhe e bllokuar vetëm tek lëvizja vetëvendosje. Në rast se do të kishte një mundësi. Pajtona. Edhe unë mendoj që bashkëpikërisht vetëvendosja do ta përjashtonte lëvizjen vetëvendosja, do të mund të lejonte ose të paktën të shikojë nëse ka një shumicë tjetër parlamentare. Nëse nuk ka shumicë tjetër parlamentare, shpërndahet kuvendi, është një kuvend i varur, ku i cili nuk mund... është problemi, a është njësuar subjekti politik me grupin parlamentar? Dhe me këtë aktgjykimin tuaj është bërë njësim? Deri në konstituim kuvendit. Do thotë që është interpretuar që deri në konstituim kuvendit nuk ka rikonstituim. Por kjo duhet të ndryshohet, edhe atëherë kemi bërë vetë përfundoj, lutem. Ja dëgjoj se duhet të konsideroj të përfundoj argumentimin mandej. S'po duhet të pengu. Po jo, atëherë lejon ta përfundoj fjalin hapse. Duhet të ndryshohet patjetër kushtetuta. Në një situatë të tillë gjithmonë do të mund të jemi para bllokada. Duhet të marrim modelet e vendeve tjera. Kryetari i kuvendit propozohet me të paktën 20 nënshkrime të deputetëve. Janë 2-3 kandidatura dhe ai i cili merr shumicën e deputetëve, votat të deputetëve zgjedh kryetari i kuvendit. Kryetari i kuvendit nuk është përfaqësues i popullit, as nuk i përfaqëson qytetarët, është përfaqësuesi 120 deputetëve. Ata duhet ta zgjedhin përfaqësuesin e tyre, një person i cili kanë besim të paktën të gjysmës së deputetëve. Kjo është urgjencë, do thotë për shkak se gjithmonë do të hyjmë në cikle të bllokadave, kush do të është i pari do ta ketë këtë mundësinë që të shantazhojë të tjerë, ta pengoj konstituimin, do të shohim çfarë duke ndodhur tani. Për lëvizjen vetëvendosje, më me rëndësi është që ata ta kenë zonin Albulena Haxhiu kryetarit të kuvendit, sesa Kosova të ketë konstituim të institucioneve. Dhe kjo është e pafalshme që një subjekt politik me gjithë atë përgjegjësi që ja kanë dhënë qytetarët me 48 ulse në kuvend, mos ta ketë as minimumin e vullnetit që tentoj të gjejë zgjidhje. Do të nëse lëvizja vetëvendosje dëshiron konstituim. Ka 48 deputet insiston në një. Duhet të ketë të paktën dialog, t'i ftoj partitë. Dialogu nuk ndodh duke deklaruar që ne jemi për dialog, kur në seancën e kuvendit, seancën e parafundit, nuk e vendosin as në votim kandidatën e tyre, në mënyrë arbitrare pengojnë votimin në kuvend, duke abuzuar me pozitën e udhëhecit ose kryesuesit të seancës konstituive për shkak të moshës, dhe dalin në hall të kuvendit thonë po na pengojnë dhe po na bllokojnë në krijimin e institucioneve. Si po bllokojnë kur ti as nuk po lejon të votohet, dhe as nuk e vullnet që të shofsh se cilë është kandidati tjetër. Do qëndrimi PDK-s, ku le të shohim, le të propozojnë dikën tjetër, ose AK-s që ka preferencat e tyre. Nga ish opozita nuk janë bllokues. Pra, përveç LDK-ja që thotë, unë nuk marr pjesë, besin edhe 100 deputet. Hiç 9 listës sërbe, ndoshta, që s'duan të bashkëpunojnë, janë 91 deputet me cilët mund të arrijnë një marrëveshje për një kandidat për kryetar. Duhet ta gjej kush është personi prej 120 deputetëve i cili mundet me marrë shumicë parlamentare dhe atë ta propozoj. Çfarë është duke bërë tani, është duke abuzuar me të drejtën për të propozuar. Është abuzim. Është abuzim, për shkak se nuk po ka vullnet që ta gjej, ose ta ndryshojnë një kandidat i cili nuk po votohet. Nëse 3 herë rradha. Ka nëse nuk është interesume. Kjo është nashta po bën një lojë politike, bashkë kjo po duket, por është abuzim. Ja garanton që asaj. Është abuzim. Nëse është lojë politike me konstituimin e institucioneve, po si kryeparlamentari është fare figurë unifikuese. Ju po thoni se qëllimisht po e bën lëvizja vetëvendosje për të bllokuar? Ashtë numrat nuk janë.
Dhe me thonë, nëse e shek, kështu situata reale është shumë e qartë, shumë e pa qartë. Është e qartë se kena një shumicë parlamentare, është e pa qartë se ne nuk e kena një shumicë që e formon një qeveri ose që e voton një krye parlamentar. Po, unë këtu e shoh problem pak të opozita. Unë këtu është një lojë politike, nëse e sheh situatën që bëhet. Nuk e di a keni pa një detaj, 2 seanca më herët, grupi parlamentari vetëvendosi se ka festu ditëlindjen e Gjergj Fesles, në ndërkohën e takimin konsultativ që është bë për me caktu personin që dënë me kandidu. Dhe me thënë, ata shqiptare janë të e bë një lojë të tillë dhe kanë vënut lojën të opozita, edhe më nëjë që opozita është të e bë një farë gabimi. E pse ndërlidhë këta me ditëlindjen e Gjergj? Ati pse, së është mungesë serioziteti. Dhe me nëse ti të majtë një takim konsultativ, me demek, me prezentu, me gjetë një emën që mi a propozu kuvendit, për në që takimin të e feston ditëlindjen e një antarit tënë, dhe me thënë, është edhe një farë akti, se shumica njerëzve ka menur që ditë që u zgjedh emni, kër kanë dëgju dorë tërkitit mrena në sallë. Po, unë menoj që këtë vetëvendosja është të bërë një lojë ka shi opozitës, edhe shka qëtë opozitën në si pozite, që... Ishë opozita, se po mundohemi të jemi politikisht korrekt. 3 partit, PDK, LDK dhe AK. Në ndërkohë që është të bërë një farë lëvizje për me gjetë deputetet e tjerë që me formu qeverin e Kosovës, aja ka gjetë një akt të tillë, që është gjetja e kryetarit të kuvendit, që me i kriju hapësirë vetës. Pra ju po thoni jo, peshë opozita është duke luajtur lojën e vetëvendosjes, vetëvendosja është pozicionuar mirë. Sepse, nëse... Vlerë kohë derisa të siguron ndonjë deputet shtesë. Sepse, nëse partit për shembull PDK-ja, LDK-ja edhe AK-ja, po dojmë për një me shkarku edhe mos me leju qeverin Kurti me ardhmë në pushtet. Ata e ka një mundësi që ju garanton një afat ligjor që është formimi i qeverisë. Dhe me thonë, në ndërkohë që ata kanë rënë një lojë, e cila mundet me zgjat pafundësisht, mundet me shku deri në 6 muaj ka shku në 2014, mundet me shku edhe më gjatë, por që mundet me i hyjë në punë partisë tash në pushtet.